Sezoni po shkon deri fundit dhe nesër besoj është një sfidë shumë e rëndësishme për Vllaznin. Finali e kthimit ndaj Dinamos. E gatshëm për të hedhur një hap të rëndësishëm ndaj finales? Sigurisht në këtë pikë sezoni që jena ka me të vesh një ndeshje për kampionat për të konfirmuar është dyshën e parë të Final Fourit, por përpara kena ndeshje akoma më të rëndësishme, shumë të rëndësishme, mund të them me Dinamon. Një ndeshje që na siguron finalen. Pas ndeshjes parë që u lut në Shkodër 0-0, mendoj që kjo do luhet si finale, si ka gjitha rezultatet më rënd. Përqendrimi është maksimal, mund të them që vim dhe një gjendje psikologjike të mirë, pasi në ndeshjen e fundit siguruam dhe vendin e dytë, siguruam. Jemi momentalisht në vendin e dytë për Final Four këtë fazë finale të kampionatit, kështu që jemi gati të japim më të mirën tonë këtë ndeshje. Sa vështirë do të jetë për të kaluar Dinamo duke marrë parasysh se Vllaznia këtë sezon vetëm një fitore ka përballë saj? Mund të them që është specifik tjetër, gjithmonë kupa ka specifik tjetër, kena pas përballje me Dinamo, mund të them që kena bërë ndeshje të mira, ndoshta rezultatet nuk kanë qenë as favorizuese, por e rëndësishme është që jemi para Dinamos për Final Four, kështu që shpresoj dhe besoj shumë që do dalim dhe në kupë para tyre. Një gol kualifikimi për në finale do të ishte fantastike për Balen, apo jo? Sigurisht dëshira është e madhe, të shënoj, por më rëndësishme në këtë moment është që të kualifikohen dhe të arrijmë finalen. Pak rëndësi ka ku shënon, sigurisht do isha i lumtur, po ta ndihmoja skuadrën me një gol, por që Bala është i përqendruar të japin më të mirën, ta ndihmoj skuadrën në gjitha mënyrat e mundshme. Nga skuadrat pretendente, vetëm Dinamo Vllaznia ka një bilanc negativ. Është një arsye kjo më shumë nesër për të kërkuar fitore dhe kualifikimin? S'mund të them që ndoshta kjo është një arsye, Dinamo duhet vlerësu pasi ka bërë një sezon të mirë, ka një skuadër kualitative, mund të them, për bërjen e saj ka lojtarë shumë të mirë, kështu që përqendrimi është maksimal, e vlerësojmë dhe respektojmë maksimalisht kundërshtarin, por që do shkojmë në Elbasan për të kualifikuar në finale. Fitoria në Shkodër 3-0 për kampionat, mendoni se ju ka dhënë më tepër e përsi profesionale dhe morale ndaj Dinamos për kupë, edhe pse ka përfunduar 0-0 ndeshja parë në Loro Borisi? Normalisht që fitoret gjithmonë bëjnë mirë, mendoj që skuadra tregoi që ky grup ka forcë për pretenduar për të arritur akoma më shumë, kështu që ndoshta një kundërshtar që nuk e kishim kthy gjatë këtij kampionati, arritëm ta bëjmë Shkodër dhe me një ndeshje shumë të mirë, mund të them. Kështu që besimi është maksimal dhe do tentojmë çdo gjë për të kapur finalen. Sa motivon fakti që skuadra tashmë është në vendin e dytë pra kësaj ndeshje? Po, siç thash, kjo është specifik tjetër, shumë e rëndësishme për ne që arritëm një në objektivat mallor, ndoshta momentalisht pasi kemi edhe ndeshje me Laçin, që duhet vlerësuar deri në fund, por që është shumë e rëndësishme që arritëm kapim vendin e dytë në këtë fazë të kampionatit që jemi dhe të përqendrohemi maksimalisht te ndeshja e kupës tani. Kemi thënë edhe javë me parshme, por tashmë është momenti final. Është Vllaznia për 2 trofe sipas Balit, mund të vinë të 2 trofe në Shkodër? Them drejtën, ky grup, kjo skuadër i ka forcën dhe kontingjenti për t'i arritur të dyja, por normalisht objektivat kanë siç kanë qenë dhe më herët për kampionatin, ka qenë objektivi i sigurimit Final Fourit, gjë që është bë dhe momentalisht jemi në pozita komode. Kështu që gjithë vëmendja është te kupa për të arritur të kapim finalen, pastaj për të luajtur çdo gjë. Finale në kupë, pastaj një gjysmëfinale dhe finale në Final Four. Shpresoj shumë dhe kam besim maksimal që kjo skuadër i ka mundësitë për të dyja. Pas disa javësh pauze me golin, u rikthy 2 ditë në fund, duke që gjërat po shkojnë mirë edhe në aspektin individual. Them drejtën, normalisht goli mungon kur i sulmues dhe kalojnë ndeshje pa shënuar, ndoshta të krijon vështirësi ndoshta edhe për të gjetur atë lëvizshmërinë apo rrjedhshmërinë dhe në ndeshje, por që nuk është hera e parë, ndoshta si sulmues na ka ndodhur herë tjera të mos shënojmë, por që Bala edhe kur nuk shënon mundoj të jap më të mirën atë gjitha ato që kam për skuadrën, kështu që ndoshta nuk është vetëm goli që më ka bë, se që më ka dhënë atë kontributin që ka vlerësuar kontributin tim te kjo skuadër, kështu që dhe kur shënoj mundohem të jap më të mirë. Sigurisht që si sulmues shumë e rëndësishme është shënoj dhe ta animoj skuadrën me gola, por që futbolli është i tillë. Shpresoj shumë që në këtë fazë që jemi të arrit të animoj si me lojë dhe me gola skuadrën. Do të falni të gjithë golat e këtij sezoni për një Vllaznia kampione? Sigurisht, mendoj që kjo nuk është vetëm ëndra jeme, po e gjithë Shkodrës, kështu që pas të gjithë këtyre viteve ëndra dhe dëshira është e madhe si nga unë dhe gjithë, por që besoj që kemi akoma rrugë për të bërë dhe du të rrimë me kam tokë dhe përqendrim maksimal. Baja, pse i duhet Vllaznisë kupa ndërkohë që fokusin kryesor i ka në kampionat? Sa të lidhur e shikoni ndeshjen e Dinamos në një ndeshje tjetër që mund ta keni rivalin në fort? Po, them drejtën,
dy objektiva ose dy trofe ka kampionati, kështu që ne momentalisht jemi në gjysmëfinale, një hap larg finales, kështu që nuk kemi çfarë rujmë. Kjo skuadër, siç thash, e ka kontingjentin dhe potencialin për t'i arritur të dyja. Kështu që do luajmë maksimalisht për të marrë më të mirën kupë, pastaj në fundjavë kemi ndeshjen e kampionatit që sigurisht që edhe ajo ka rëndësinë e vet për të siguruar një ndër dy vendet e para në kampionat. Kështu që Suksese. faleminderit edhe juve.